Prandaj është mundësia më e mira, më e arta, më e favorshmja, më e volitshmja, më tepërmi që e inkurajon dhe shtyn besimtarin për të afruar te Allahu është për muaj Ramazan përmes namazit. Por gjithsesi që sikurse edhe vepra të tjera për me apliku mirë dhe me dash duhet me njoft. Ky është rregull, po aq sa i njohmi gjërat edhe i duam dhe joshemi pas tyre. Dhe patjetër që për namazin më së miri na flet Allahu xhelle xhelalu në librin e tij, po ashtu na flet edhe pejgamberi alayhis salam, dhe kërkohet që ta studiojmë, ta lexojmë, është tani edhe momenti që në muajin e Ramazanit ta lexojmë më shumë Kur'anin, sepse është edhe muaji i Kur'anit. Siç thonë studiuesit që mbi 70 vende në Kur'an Allahu xhelle xhelalu thret në forma të ndryshme për faljen e namazit. Pra kjo thirrje kaq e shumtë për faljen e namazit determinon që kemi të bëjmë diçka të veçantë. Pastaj ne e dimë që namazi është prej veprave që më së shumti e don Allahu xhelle xhelalu. Është obligimi i parë që ose prej shtyllave të para që jemi obliguar te, madje duke qenë pejgamberi sa në Mirazh, në qiell është bërë obligim falja e namazit, dhe kështu Allahu xhelle xhelalu në shumë citate na thret. Madje e ka lidhë Allahu xhelle xhelalu në Kur'an shpëtimin ton përmes faljes së namazit. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, kapitullin al-mu'minun ku Allahu xhelle xhelaluhu numëron radhazi disa vepra që shpëtojnë besimtarin. Kështu e fillon Allahu xhelle xhelalu këtë kapitull qad aflaha al-mu'minun, pra kapitullin e besimtarëve. Veç kanë shpëtuar besimtarët, radhazi numëron Allahu disa kategori të besimtarëve derisa të vijë dhe ata të cilët pra janë të kujdesshëm në faljen e namazit të tyre, o fjala në falje edhe në cilësi, që të dyja këto. Pra namazi na afron tek Allahu xhelle xhelalu, nuk ka një obligim që është më i madh, që ka pozitë më të madhe tek Allahu xhelle xhelalu se falja e namazit. Pastaj namazin e rregullon neve dhe statusin e jetës. Praktikisht namazi, siç Allahu një lloj disipline. Gjithsesi, është disiplinë në raport me Allahun, është disiplinë në raport me vetveten, se kemi të bëjmë me pastrim, kemi të bëjmë me rregullim të kohës. Siç dhe Allahu xhelle xhelalu këtë thekson Kur'an inna salata kanat alel mu'minina kitaban mawquta. Vërtet namazi për besimtarët është një kohë decisive, është e prerë, është pra që të falet në kohë të caktuar. Kohë të caktuar, pastaj kjo kohë e faljes së namazit ne rregullon edhe principe tjera të jetës. Pastaj namazi është një shtytës i cili na pengon nga veprat e liga, siç thot Allahu xhelle xhelaluhu, eqimi salate inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Falë namazin, se vërtet namazi të stopon, të largon nga veprimet e pshore, pra fjalët jo të duhura dhe veprimet jo të duhura, po ashtu edhe nga mëkatet. Pastaj shumë citate tjera inkurajuese që Allahu xhelle xhelalu numëron, dhe nëse i qasemi këshillave profetike të pejgamberit alayhis salam për namazin, po ashtu kemi të shumta. Ndërto, thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili e fal namazin do t'i bëhet dritë në ditën e gjykimit, do të jetë argument për te dhe do të jetë shpëtim. Ai që nuk e fal, nuk ka dritë, nuk ka nur, nuk ka argument mbrojtës, po edhe nuk do të shpëton. Pra ka shumë rëndësi ky informacion për ata cilët edhe janë në dilema se të vazhdojnë pas Ramazanit me namazin apo jo, sepse në Ramazan janë më të përkushtuar, e sidomos me namazin e teravive. Sigurisht, domethënë është lidhje më e mirë nëse duam që të jemi në kontakt të vazhdueshëm, do të thoya si epilog i krejt asaj, se përndryshe me 10.000 argumente të thurura për namazin, por është lidhja më e fuqishme, më e mira me Allahun xhelle xhelaluhu. Prandaj edhe një prej kuptimeve të nocionit të salat për gjuhën arabe është për kontakti i vazhdueshëm i robit me Allahun xhelle xhelaluhu.